Mu raportua se ka patur kontrole mbi banesën e Erion Veliajt dhe patur 2 me gjibet fjallë për banesën e aktorit Gazmet Paja. Që lidhje ka Gazmet Paja të një se kjo, përveç humorit edhe për kontrole, pse duhet? Atëherë, është e vërtet që prokuroria e posaçme ka marrë autorizim në gjykatën e posaçme për të kontrolluar një ambient që ndodhet një kat sipër banesës së zotit Veliaj, pra nëse e mbani mend herën e parë shkuan tek Do me thënë kësi kanë filluar të kontrollojnë objektet rreth e qark, objektit vetë. Shumë dhe ka të shtata, kontrollojnë dhe tetën. Sa interesante e bërë mënyrë. Jo se nuk e kuptoj, që ta kuptoj dhe populata. Për ta kuptuar qytetarët, se unë s'mund të them do qytetarët, populli. Qytetarët, mbi banesën e Erion Veliajt është një kat, një banesë që Ka një kat tjetër. është përdorur nga aktori që u përmendët zoti Gazmet Paja. Aktualisht që ne flasim, atë apartament e ka me qëra një qift libanes i huaj, i cili me sa kanë kuptuar... Si lidhe libanezi me këtë, Gazmet Pajin, si që ka interesant? Jo, apartamenti është me kontrat qeraje dhe kanë 2 shtetas të huaj, në kontakte që kanë patur me njërin nga avokatët e zotit Veliaj. Dhe ky apartament ka rezultuar gjatë përgjimeve dhe ka dyshime të arsyeshme, pretendojnë prokurorët e posaçëm, që është një apartament që në fakt, de facto, përdoret nga zoti Veliaj dhe zonja Xoxa. Pra, pavarësisht fakti që ka një kontrat qeraje, që aty pretendohet dhe presupozohet që t'jetoj një qift i huaj, pra një qift bashkëshortë të shtëpive. 2 libanezët? Sipas prokurorëve, nga të gjitha rrethanat, nga të gjitha dëshmit, përgjime telefonike e të tjera me radhë, rezulton që ky apartament është në kontroll indirekt të zotit Veliaj, pra përdoret në mënyrë të tërthorë të zotit Veliaj dhe zonjës Xoxa. Për këtë arsye, prokurorët kanë marrë autorizimin në gjykatë dhe apartamenti është kontrolluar, ku sigurisht, si në gjitha rastet e tjera, aty janë marrë, përgjithsisht merren celularët, merren këto elektronike që janë laptopet tjera me radhë, sepse normalisht ata mendohet që mund të dalin të dhëna. Nuk ka ende rezultate se çfarë ka dalë nga këto prova, për sa kohë që kërkojnë kohë për të kthyer dhe për të parë me radhë. Dhe ky është një ndër argumentet më të fortë që prokuroria përdori 2 ditë më parë në seancën 2 mujore, pra sepse çdo 2 muaj prokuroria është e detyruar që të jap shpjegime gjykatës se çfarë bën, pra çfarë veprime shëtimore kryen për një person nën hetim. Dhe në rastin konkret, zoti Veliaj me Elmana Bulen dolën përpara gjykatës dhe duhet të njiheshin me të gjitha veprimet hetimore. Dhe prokurori i posaçëm Olz Dado tha që kanë kryer 114 veprime hetimore, ku më i rëndësishmi sipas tij është kontrolli i këtij apartamenti, që janë ngritur dyshime që kontrollohet nga zoti Veliaj dhe zonja Xoxa. Dhe për këtë arsye prokurorët mendojnë që aty mund të ketë prova nga kthyrja e të dhënave, dokumentave të tjerë me radhë. Dhe ndërkohë, pjesa tjetër ka të bëjë kryesisht me kthyrje celularësh, sepse janë sekuestruar ndërkohë dhe celularë të tjerë, me kthyrje dokumentash, me ballafaqim të dhënash shkresore që kanë të bëjnë me dokumenta tendrash, leje ndërtimi e tjera me radhë, si dhe me pyetjen e personave të cilët mendohen se kanë dieni për rrethanat e hetimit. Dhe me këtë argument prokurori, sepse kjo është një nga ato rastet kur gjykata e posaçme nëse konstaton që prokurori nuk ka kryer veprime hetimore dhe situata e personit nën hetim është e ndryshme nga ajo që ka caktuar masën, është seanca tipike që gjykatësi mund të ndryshojë masën e sigurisë. Ndërkohë që prokuroria, edhe pse nuk është përfunduar sepse seanca u shty, prokuroria këmbgul ta mbajë zotin Veliaj nën masën e arrestit në burg duke argumentuar që ditë pas dite nga përgjime dhe të dhënat, por rezultojnë fakte të reja që duhen sipas tyre të mblidhen të gjitha prova dhe zoti Veliaj të jetë në arrest me burg me qëllim që të mos i helmoj këto prova apo të mos ekzistoj rreziku që të prish. Pra ky është argumenti që ka përdorur prokurori. Avokatët kërkuan kohë, sepse bëj fjalë, ju thash, për 114 veprime hetimore, dhe kërkuan kohë për t'i parë një nga një raportin e kontrollit të apartamentit, çfarë është gjetur aty, çfarë ka kërkuar prokurori, cili është dyshimi se si është arritur në këtë apartament, a është sipas tij apo jo. Këtu. Sepse ky apartament dhe libanezët se shumë 3 veta të jetojnë në një apartament i vogël edhe libanezët e Gazprom. Rakipi nuk je fare i vëmendshëm sonte. Ju thash më përpara e ka patur në përdorim aktori Gazmet Paja. Më përpara. Aktualisht sipas avokatëve e ka në përdorim me kontratë qiraje një qift i huaj libanes. Dhe prokurorët, pavarësisht se kontrata është në emër të 2 të huajve, pra kontrata e qiras, prokurorët thonë, ne kemi dyshime të arsyeshme që na bën të dyshojmë që kontrollohet dhe përdoret nga qifti Xoxa Veliaj. Dhe për këtë arsye, thonë ata, ne shkojmë te ky apartament për të bërë kontrollet. Tani se çfarë do të rezultojë, janë duke u kthyer të gjitha dokumentet dhe të reja
nuk dihet pronari, se kush është pronari. I këti apartament. Shka me letra. E pra, këtë s'po kuptoj unë se a është gazi tash unë pronare jo? Se duhet t'jem me shumë rezerva në këtë pikë, në mos gabojmë është në emër të kompanisë ndërtuese, por duhet t'jem duke qenë se nuk pata siguri 100% nga mënyra se si është të në seancë, ndaj jam rezervuar... Kompania ndërtuese kush është, kodës djelit? Po, është në mos gabojmë Agikonsi, që vetë Gentian Sula është aktualisht në mas sigurie dhe dyrim paraqitje. Atere, të reja kemi nga jetimet me Velien? Jo. Po, gjitha këto që të reja janë, se kontrolet... Në një gjithë të re tjetër? Gjyra të reja koma? Tira me radhë, pyetja personave në nënhetim, këto janë... Të re tjetër, jo. Tani... Tu sa vinë dhe dalin të reja, thoi, patëm gjarjen që sa po hymë në emision, ne, mam të ndodhi vratje. Shumë e rëndë. Po e rëndë nuk e bëm ne tani. Si total i policisë së shtetit, se si nuk ka parandaluar atë sakë, të gjatë vrasë konfliktesh për plakë. Për ta bërë pak edhe për shkak se jemi se gradualisht në pjesën e dytë, do kalojmë pasaj të zgjedhjet, se jemi edhe në situatë zgjedhore, një lloj ishte, çdo ditë, ndaj ne nuk e ke meritur intensitetin, zoti Nazarko, zoti Tela nuk e ke meritur intensitetin e zgjedhjeve, sepse është e një trajqme situata, është fushat, do me thënë që hajde të bëjmë fushat, është ideja, po se çfarë, dhe por mund të nxehet, moment si të nxehen gjëra të gjitha në këtë vend, mund të nxehet dhe kjo situatë. Tani, le të shikojmë një moment, ka ndodhur një gjë shumë e çuditshme është. Vetëm opozita, domethënë ble vota, është arrestuar një 38 vjeçar për blerje votash. Klodi, është arrestuar njeriu, dyshohet se i ka premtuar një qytetari 500 euro në këmbim të votës për PD-n. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Si u zbulua ky rast? Lushnjë ka ndodhur? Po, është një qytetar i cili ka shkuar në policinë e Lushnjës dhe ka deklaruar që Milajm Leka, 38 vjeçar, më ka marrë kartën identitetit me mua dhe pjesëtarëve të familjes. Karta e tij identitetit është gjetur në banesën e personit arrestuar dhe ka pretenduar që ai ka kërkuar votën në favor të subjektit Partia Demokratike. Për këtë arsye, pas marrjes së dëshmisë dhe pas kontrollit në banesë, ku është gjetur karta identitetit të kallëzuesit, policia e Lushnjës ka vendosur arrestimin flagrancë dhe më pas dosja është transferuar për kompetencë në prokurorinë e posaçme. Por që të jemi sinqert, Ylli, unë nuk mendoj se është ky në vetvete krimi zgjedhor. Krimi zgjedhor është një gjë shumë e madhe dhe është që për mua duhet jetë edhe ky fokusi i veçantë i prokurorisë posaçme. Si e shikoj unë krimin zgjedhor? Përdorimin e administratës, përdorimin e gjitha resurseve shtetërore në funksion të fushatës elektorale, përdorimin e miliona eurove që vinë nga krimi organizuar dhe investohen në fushat, miliona euro që investohen sa i përket këtyre udhëtimeve edhe takimeve të famshme me diasporën që janë zhvilluar rëndom, sidomos nga mazhoranca, por edhe nga opozita.